kundër furnizimit me naftë Miloševićit në dëm të Kosovës, po apo jo? Si ka mundësi që në krye të kësaj shkelje të embargos ishte vetë shteti dhe vetë Partia Demokratike? Si ka mundësi që të gjithë dëshmitarët e atij takimi të famshëm Berisha Milošević u përndoqën, u arrestuan dhe u vranë? Si ka mundësi që pas takimit Berisha Milošević në Shqipëri do të vinte kasapi i Ballkanit Arkan për të takuar me shefin e shërbimit sekret të shtetit asaj kohe, siç edhe ka dëshmuar në një dëshmi publike komandanti dhe presidenti Thaçi, po apo jo? Si ka mundësi që prej vitit 1995 presidenti i Kosovës, i ndjeri Ibrahim Rugova, shmangi çdo komunikime, çdo takime me Sali Berishën deri ditën kur u nda nga jeta? Është e vërtet apo jo? Si ka mundësi që gjatë qeverisjes tënde, Sali, u ndoqën, u përndoqën, u arrestuan drejtues të QK-s këtu në Tiranë, dhe si ka mundësi që pati edhe akuza për vrasjen e njerëzve të QK-s në Shqipëri? Si ka mundësi që e mbylle Berishën e parë me i pushtet, me një Shqipëri të rënuar, ndërsa Kosova kishte më shumë nevojë se kurrë në atë moment për Shqipërinë e fortë? Si ka mundësi që Kosova shkonte në Rambuje me përfaqësuesit e vet në pranverën e 99-s, ndërsa shqiptarët e Kosovës ishin nisur detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre, ndërsa ti sulmoje Rambujen dhe Tiranën me zjarr?